Pas meje dallohet rruga kombëtare Elbasan-Librazhd. Ajo rrugë ku kalojnë mira e mira shqiptarë çdo ditë. Ndërsa ne ndodhemi 4 kilometra më tej, në fshatin Seric. Një fshat që nëse nuk do të vish këtu, do ta kesh të vështirë ta besosh se në gjendje është lënë. Rruga më mirë kalohet me një traktor. Më falni se nuk tregova edhe kabinën elektrike. Një kabinë elektrike në vitin 2026 që po bie mbi vete, sepse në fshat, për shkak të kësaj kabine dhe të linjave të vjetruara, dritat ikin në vazhdimsi. Njëra nga lagjet e fshatit duket pas meje. Madje ndoshta dëgjohen edhe zhurma që shkaktojnë punimet që vetë banorët po bëjnë për disa rrugë të fshatit. Patëm rreshje disa javë më parë, apo jo? Rëshqitje toke. Duke qenë se askush nuk vuri dorë, banorët po i bëjnë vetë punimet. Kanë bërë shpesh edhe punimet të tjera për rrugët e fshatit. Ndërkohë që rrugën kryesore më mirë ta kalosh me traktor apo me mushk se me makinë të ulët është e pamundur thuajse. Është një fshat me rreth 70 familje. Nuk është një fshat i vogël, nuk është një fshat që ndodhet larg, por nuk ka parë kurrë investime. Po atëherë si do jetojnë banorët e këtij fshati? Po flasim gjithmonë më shumë për integrimin në Bashkimin Evropian, por a mund të integrohemi në Bashkimin Evropian kur ende sot e mbi 30 vjet flasim për rrugë, për ujë dhe për drita? Kur investimet në fshatra mungojnë plotësisht, kur investimet për prodhimin vendas dhe mbështetja ndaj prodhimit vendas është inekzistente. Më falni për artikulimin e vështirë, por është shumë ftohtë, fryn shumë erë, sepse në ditë të tilla kuptohet që të zgjedhurit nuk dalin, sepse nuk duhet bëhen me balt, por njerëzit jetojnë edhe në ditë vështira. Madje ka nevojë më shumë se kurrë për mbështetje në këto ditë. E ripërsëris në fshat, shumë punime banorët po i bëjnë vetë. Dhe është një mëkat që një fshat kaq afër nuk merr fare mbështetje. Në ndërkohë që çdo fshat kudo që ndodhet duhet kishte mbështetje. Se nuk është e vështirë të ndërtohet një rrugë. Nuk duhet diskutohet një rrugë në 2026. Nuk duhet diskutohen problemet me ujin dhe me dritat në 2026. Por ja që në Shqipërinë tonë, në vendin tonë, ka ende probleme të tilla. Por ju lutem shumë sinqerisht, mos ja vini fajin vendit, se nuk e ka fajin vendi. Shqipërinë e ka bekuar Zoti për gjithçka i ka dhënë, por e ka mallkuar robi, ata njerëzit që duhet punonin për të, po në fakt punojnë për veten e tyre.